vitin e madh në pajtimin gjithkombëtar në kishën Zllakoçanit. Aty u takova me Don Franën, aty u takova me njerëz të besimit e me njerëz të komit të Tadev, ku 35 vjetë rrugtuam bashkë me Dom Lushin, me njerën e madh të komit të Tunçetën. Këtu e kemi bashkë rrugtar. Yndin e pajtimit gjaçëm profesor Marian Demen, Simon Veselin, Ilnuz Mazrekun, Sali Cacën Nderu, edhe shumë tjerë të që i pishtot disa figura. Këtu e 35 vite kemi bashkë rrugtu dhe po du me unal te kuvendi Zllakoçanit, që jam jetë nërhije edhe kuvendi i Bubaveci. Lëvizja kombëtare për pajtimin e gjaçëm ishte një lëvizje shumë e shëndosh, një lëvizje kombëtare vlerave patriotike. Dhe në fillim ishëm në Oda. Dhe mbas të i falendru gazetarët dhe punën e njerëzve që kanë sensibilizuar opinionin të bashkuan shqiptarët, se ishë momenti mu bashku, ishë momenti mu afru, se e kishëm një rrezik për para vetës, të bimet ishën në vogën e Oda, atëri me dytëru, dhe ideja e parë ishte e aty në njerëzve e Dom Franës bashkë me shok me familjen e Zllakoçanit, që ta bëjmë në ditën e parë një turbim gjithkombëtar. Dhe aty ju mobilizu shpirtërisht, edhe aty ju emocionu, edhe kom marrë model, edhe unë kom vendosur se me 26 prill ta marrim edhe në ditën e parë të Bubavec. Nuk ka qenë e lehtë, ju e dini që viteve 90 ka qenë gjendje e jashtëzakonshme në Kosovë. Si mi guzu 3 vjet mu bashku. Me i bo mira njerëz, që tha dhe Milsoni të Verat të Lukës, me mira njerëz në Bubavec, i ka parapri kuvendi i Zllakoçanit, që është formul edhe kështu të metër. Andaj, respekt për Këshillin e Pajtimit të Linës, për veprimtarët, respekt për ata që shtrin dorën e pajtimit edhe po kjo punë madhe edhe sa të është vepër historike. Dom Franën edhe shpirtin e tij e pava aty, edhe tu e 35 vjet kemi rrugtu bashkë në pajtimin dhe unitetin kombëtar. Uroj që Dom Franët të jetë edhe 100 vjet me punën e tij përkullueshme, me vetmohimin, me angazhimin jetësor. Inshallah Zoti e shpërblen dhe gradon me grada xhenet edhe në këtë botë edhe në amshim. Lavdi dhe respekt për punën e kontributin e Dom Franës.